Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend se çfarë po ndodh me pronat në Shqipëri, por konkretisht duke u fokusuar tek ajo që po ndodh në Zvërnec, por edhe çështjet e detit me Greqinë dhe nëse Shqipëria dhe konkretisht qeveria e kryeministit Edi Rama e ka shitur detin apo jemi akoma në negociata mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe cilat janë interesat e errta të Greqisë kundrejt Shqipërisë. Për të folur për këto çështje ne kemi të ftuar avokat Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Zoti Islami, çfarë po ndodh me Zvërnecin ku opinioni publik është ngritur në këmbë, duhet thënë, nisur edhe nga rrethimi që është bërë me gjemba dhe tela atje? Unë këtë personalisht juve zotëri ja u kam thënë kohë përpara, muaj, jo muaj, po ka një vit e gjysmë që u kam thënë që në Shqipëri nuk qeveris Edi Rama, i gënjen shqiptarët, duke thënë të vërtetën. Në Shqipëri është një çiput që ai e ka bërë si gjasme si kërcimtar, në fakt ai është urdhëruesi dhe ekzekutuesi, hartuesi i të gjitha të zezave që po i ndodhin sot Shqipërisë. E kanë filluar, e rrethuan 300 hektarë. Do marrën gjithë pjesën tjetër deri në, do kalojnë dhe këtë Pierin dhe Lushin, do vinë deri në golem të Durrësit. Pra gjithë zonën bregdetare, gjithë ulqësirën pushore të Shqipërisë, ata do ta marrën, do ta marrën në fakt se Edi Rama thjesht baton urdhrat e atyre ky sling, ky njeri pa fytyrë, ky tradhtari pa bes, por nuk është ai fajtor. Janë ata çapaçulit, ata flepirësit që rrinë në mbrapa dhe i miratojnë ligjet dhe veprimet që bën ai. Dhe se vetëm ai nuk mund të tash një gjë. Pra është komplet parlamenti që nuk ndihet për këto krime që bën ai. Pse nuk flet i famshëm jashtë quajturi demokrati Sali Berisha? Pse nuk ngrihet të flas? Sepse këtë detin që thatë ju pak më para, ajo ka dhënë me kohë grekëve. Por do vemi të Zvërnecit, siç e tham. Zotëri, çifutët do marrin gjithë muzikën e Shqipërisë, do ta blejnë, jo do ta blejnë. Thonë do ta blejnë, por nuk do ta blejnë, do ta pushtojnë. Dhe do vinë me mira kolon çifut të vendosen aty. Po, ku e bazoni gjë të tillë? Ku e bazoj? Tani ku e bazoj unë nuk kam bërë marrëveshje me ta që të them shpilan dokument. Po e bazoj në atë që thash para një viti që do marrin ulçësirën dhe tokat fushore e filluan dhe nuk thon tani del pa pikë turpja e Edi Rama dhe thot është pron private, thot nuk e di kush e ka dhënë. Çan këto more kush është pron private, e tha Edi Rama, dhe është dem babadem me pronar aty. Kush janë pronarët? Kështu tha ai deri tani. Po akoma ti vazhdon ose më mirë me thënë, akoma vazhdon të propagandosh gënjeshtrat e atij njeriu? Ai si pas skrupull, ai si pas. S'bëj propagandën e Edi Ramës këtu. Unë po të jap atë çfarë deklaroi Edi Rama, po ta konstatoj. Ka gënyer. Dhe dalën privat të thonë jemi ne që kemi në hebrejve. Pa të dalën në se di se që gjë. Po me këtë deklarata kërkon, me këtë lloj deklarate kërkon që Edi Rama vetë të lajë duart nga kjo histori, duke thënë që shteti nuk ka punë fare me të. Ai njeriu i shumë standardeve, domethënë pse e them këtë? Ati ku kanë interesat të tyre personale, ndryshojnë dokumentacionin në ASHK, prishin hartat kadastrale nëpërmjet topografëve të punësuar në ASHK dhe tokat dhe pronat me pronar shqiptar i quajnë parcela ose troje ose toka me pronar shtet. Dhe mbasi kanë cilësuar shtet në mënyrë arbitrare, i vjedhin dhe shqiptarët nuk dinë gjë. Unë nuk kam thënë me kohë shqiptarëve, shkoni kontrolloni gjendjen në statusin juridik të pronave tuaja në hipotekë. Po shqiptarët klojnë gjumë, do ta gjejnë vetëm një ditë sklever të çifutëve që po vinë
me mirë, nuk janë pak. Ma e man, do më vërtetoj koha, jo më vonë se ka shpunoj. Që ata do vinë aty dhe do bëjnë, do ngulin me troje, me shtëpi, me të tëra, do ndërtojnë, do bëjnë, para kanë pa punë, blejnë gjithë shka, dhe shqiptarët e mëndshëm si të mëndshëm shumë që janë e shesin tokën. Zotëri, shkon në Greki, blej 1 metër tokë. Dhe të shkojnë në njëri. Shkon në Serbi, blej tokë. Shkon në Hungari. Shkon në gjithë botën. Tokë nuk të shetë kurkush. Shtëpi të japin të rish. Hotel të lënë të ndërtosh. Por, vetëm që pjesa e ndërtuar, jo truallin. Truallin kur nuk të japin. Ndërsa ne japim truallin. Pra ne shesim adheun. Ne, do më thënë, këta politikanët tanë të pas skrupull, të pander, të patësi palaco, bandit, gangster, hajdut, të degeneruar, të shkatëruar, që nuk kanë nder as në familje, as në veten e tyre, as një gjë s'kan, janë thjesht kukulla që u kanë dhënë shqiptarët pushtetin dhe bëjnë çfarë duan ata. Kjo është situata me pronat në Shqipëri. Dhe sa po vjen do nxit, do erësohet, do bëhet akoma më rënd, do bëhet akoma më sklavuruse dhe shqiptarët ashtu si po ikin, do vazhdojnë të ikin pafund. Dhe nuk do bëhet njëri këtu. Do sjellin ata që po i sjellin vazhdimisht tani nga Pakistani, nga Bangladeshi, nga Filipinet, nga drejtimet të birin, do popullojnë Shqipërinë. Objektivi të 300-ve është që të shpopullohet trualli shqiptar dhe të popullohet me të huaj që të mos ketë më siglën Shqipëri. Pare. Dhe duan të zhdukin siglën Shqipëri dhe luftën më të madhe bëjnë kundër gjuhës, elementi themelor që e dallon një kombë, gjuhë të kombë. Kush pa e bën këtë luftë kundrejt gjuhës shqipe? Çifutët. Hebrejt. Po çfarë interesi ka në këtë rast? Tani, pyetja është retorike, jo çfarë interesi kanë. Kanë interes që të zhduket kombë shqiptar më zotëri. Po e kemi thënë, më shikoni që luftë që i bëhet gjuhës. Shikoni luftën e egër të paskrupull që i bëhet gjuhës shqipe. Duke filluar që nga i qeni vjetër që e quajnë Shën Kozmaj këta, nga një policier që shante gjuhën shqipe, ai dhe thoshte nuk mund të bëhet mesa në gjuhën shqipe se gjuhë e mallkuar, gjuhë e shejtanit. Ja që nga ata që Elpsira, nga ata që vran Papa Krishon Govanin, nga ata që vran Petronin Luarasin, nga të gjithë ata të tjerë, nga sërbët që kanë vrarë sa u kata Shqepi dhe luftën e bëjnë kundër gjuhës. Pra lufta është shumë e egër kundër gjuhës. Po shqiptarët, Shqipërisë i kanë vdekur djemt, i kanë vdekur burra. S'ka patriotë në Shqipëri, s'ka detar, kanë vdekur. Zoti Islami, ku kërkon të arrijë Edi Rama, i cili e nisi me goditje në theth, më pas me përplasjen që ndodhi dhe po ndodh ende në Rjoll, me rastin e fundit në Zvërnec e shumë raste tjera ku po goditet shqiptari në mënyrë të përditshme. Ku kërkon të arrijë Edi Rama në këtë rast? Tek zhdukja e Shqipërisë dhe kombit shqiptar, se ai vetë nuk është shqiptar, ai është hebre. Në Gen, po nga do një pre tani se ka deklaruar që ka pasur disa... Të vetë bëja dënën, se ta themu nga del hebre. Vetë bëja dënën. është hebre zotëri, është qiput. është qiput. Njerë ju keni thënë që është vle, tani doli hebre. Jo, po vlet, e di që janë vlet. Janë brenda asaj që kam thënë. Vlet zotëri janë qiputët e shpërmullur nga Toledo në 1462. Nga Spanja, dhe u vendose në malet e Pindit, në Voskopoj, u shpërndan, i pranoi ai Sultan Sulejmani, u dha vend toka e Troje, edhe janë vendosur aty dhe një pesa me madhe vajten në Vlahi. Vlahia originale, zotëri, si janë ata vlet që vinë këtu. Vlet originale janë atje. Ta janë qiput që janë përzën ande dhe u quajtë me qërë nga Vlahia që janë vle. Po vlet janë qiput në Gen. Kujt interesave u shërben Edi Rama në këtë rast në mënyrën se si po e qeveris vendin? Edi Rama i shërben interesave anti-shqiptar, kryesisht interesave greke, sërbe
dhe hebrejve në përgjithësi, sepse aleanca e izraelitëve me grekët është e njohur dihet, e po e trumbetojnë dhe këto ditë në që ka filluar lufta, ata janë bashkë, pra u shërben grekëve. E Tirama është gati që të shesi edhe e të jëmës vetëm që të fitoj para dhe të iki pastaj këte, se do iki për t'i kur ai. Do iki do marrë parat dhe të siguroj atë ku i ka siguruar në offshore edhe do iki. A e përforcon argumentin tuaj, pra a e tregon në këtë rast se Edi Rama është i kapur nga grekët nga mënyra se si Greqia ka intensifikuar presionin e saj kundrejt Shqipërisë, por edhe me vizitën e fundit të ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias në Tiranë. Përse a nuk e pyesin veten shqiptarët? Përse vjen ministri i luftës i Greqisë në Shqipëri dhe e pret ky me nder kryeministër? Po, që ka ligjin e luftës në fuqi. Por pse vjen ministri i luftës, ministri grek që i shquajtur i mbrojtjes, është ministri i luftës pak. Pse vjen në Shqipëri ai? Ai kufiri nuk ta njeh ty si Shqipëri. Ai ligjin e luftës e ka në fuqi. Po përse pret ky qelbësir, ky qelbësirçeni këtë ministër mbrojtje të Greqisë? Përse pret? Çfarë do të i ka dhënë? Jo do të ja, por çfarë i ka dhënë? Se ja ka dhënë të tëra. Dhe nuk ndihet. Dok zboruja Sali Berisha, krye tradhtari i të djathtës edhe i atletarëve shqiptar. Ai Sali Berisha. Pra, ai Dendiasi erdhi këtu për të marrë një 50 km2 det, se ka naftë atje. Pak të cilën ua kam thënë juve din shqiptarët edhe kam denoncuar dhe në një shkrim në vitin 2009. Erdhi për të hapur ca varet të tjera të atyre pushtuesve grek të vitin 1940. Për këtë erdhje, serdi se ju dojtë barku për tyja. Erdhi dhe për të thënë, për të nominuar, për të ligjëruar një 250.000 shqiptarë që kanë marrë kartë identiteti greke, për të quajtur minoritar, dhe për të krijuar Republikën ose atë ta më mirë them Republikën e Voriopirit. Pra të erdhi. Zoti Islami, si e shpjegoni deklaratën e ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias, i cili theksoi se duhet të ngrihen dhe është po diskutohet pra mes dy vendeve ngritja e komitetit të ekspertëve për çështjet e varrezave të ushtarëve grek në Shqipëri. Çfarë kërkon ende sa i përket ushtarëve grek të rënë në Shqipëri Athina zyrtare? Në kushtetutën e tyre, grekët e kanë të përcaktuar qartësisht, atje ku vritet një grek është tokë greke. Atë kërkon të bëjë, e ka bërë, e ka arritur me ndihmën e Sali Berishës dhe të këti Agushit që është në Burg, Ilir Metës. Po kështu i binde që në këtë mënyrë i binde që dhe Italia të kërkonte tokë italiane në Shqipëri. Ta quante pra tokë italiane. Italia nuk është Greqi, zotëri. Ndërsa grekët janë agresiv, grekët ashtu e kanë zgjeruar Greqinë nga një shtet me një sipërfaqe prej afër 10.000 km2 që u krijuar në fillim mbas revolucionit të 1821, tani kanë arritur në 100.000 km2. Pra janë zgjeruar vazhdimisht me ndihmën e armikut më të madh të pa deklaruar të shqiptarëve, anglisë. Janë anglezët ata që zgjerojnë grekun vazhdimisht. Janë anglezët ata që përdorin grekun vazhdimisht. Por dua të them një gjë, shqiptarëve. Sa kohë që të ketë Turqi, greku këtu nuk do puthi. Ta di dhe Dendiasi, ta di dhe ambasadori i tyre çka ka këtu, trupi diplomatik, ta di. Sa kohë që ka Turqi, Greqia nuk do ngërë kokë. Dhe këtë e vërtetuan futja e avionëve turk mbi Athinë ditën që Dendiasi qenë në Tiranë. Pra i thanë që ki kujdes, se këtu jemi ne. Dhe ai Dendiasi, që ka Dendias faktisht Deda, dhe emrit ishtë Deda, dhe është shqiptar puro, i ikur nga atroje shqiptare,
dhe tani del manti shqiptar se kushdo tjetër. Këta janë gjak prishurit e Shqipërisë. Në këtë rast, a mund ta shtjelloni më tej cili mund të jetë roli konkret i Turqisë në raport me Greqinë, ku midis këtyre dy vendeve është Shqipëria, sepse kemi parë një në rastin e 97-s ku Turqia kërcënoi hapur Greqinë nëse do të guxonte që të hynte në jug. Jo, ai erdhi Mishtjave Verti, u fut në dropull i shoqëruar me trupa e me kështu kishin sjell dhe trupat të veshur civil gjasme si minoritarë në përfshatrat e dropullit dhe ishin bërë gati ata që të hynin ushtarakisht dhe ta merrnin atë që kërkojnë, por e pakrahasueshme e papërsëritshme e kryeministrit e Turqisë Tansu Çiller i tha pastër sakt dhe qartë. Ktheu me një mbrapa që ta se ndyshin për 4 orë jemi në Athinë. Jam bathën grekët si lepuj, se grekët nuk janë trima i këta dini ju. Grekët bëhen trima kur shikojnë që ka një gjë të dobët përpara, po pa ndëm të ujë ku të ikin me vrap. Pra, pikërisht këtë bëri qeveria turke, presidenti Erdogan, këtë bëri para 4 ditë sa u bën tani që ishte dendia se në Shqipëri dhe vjen ministri i luftës. Kam pasur fatin e mira po të keq, që në mediat greke kam debatuar me 2 persona të cilët më vonë u bën ministra të mbrojtjes së Greqisë. Panos Kamenos dhe Panos Panayotopoulos. Dhe ua kam thënë këto që u them juve, që unë sa kohë që të ketë Turqi ju nuk do hyni në Shqipëri, sepse ky Panos Panayotopoulos më tha kështu. Janë videot, po media shqiptare nuk do t'i marrin këto video që disponoj unë. Këto dokumenta, këto prova që disponoj unë, nuk do t'i marrë, sepse nuk janë ban trëmben nga Edi Rama dhe nga komunistët shqiptarë që kanë 85 vjetë që po e qeverisnin këtë vend po e shkelin dhe nuk guxojnë të plasen. Dhe tha ju, kur ishte momenti kur në Pashaliman u vendosën e bon për ta mbajtur mirë mbajtur dhe për ta ndërtuar e për ta zgjeruar forcat të ushtrisë turke. Dhe ju tha, na keni kërcënuar hapur, tha, duke sjellë turqit në veri tonë. I thash dhe unë me atë qetësinë që më duhet të isha i qetë, sepse se isha as pak i qetë, por s'kisha të bëja. Dhe zotëri, pra që kohë sa ju kërkoni me borë e pirë, turqit nuk do largohen nga Shqipëria. Ikni dorë nga vorja e piri, thash, ikni dorë dhe nga revogoni ligjin e luftës dhe është i thjesht problemi. Nuk ju shqetëson njeri në veri tuaj, por ju jeni një politik shoviniste anti-shqiptare të egër, të pa luajtur dhe të pa lëvizshme, që kur u bët shtet dhe fatkisisht shtet ju u bën shqiptarët i thash. Dhe kur them shteti bën shqiptarët, i bën vërtet shqiptarët, sepse ata në parlamentin e parë grek ishin shqip. Edhe sot e kësaj dite profesor, politikan dhe filozof grek, përparimtar me ndërgjegje qytetare, e thonë troq dhe sakt. Greqishtja nuk ka ekzistuar para 100 vjetësh, ka ekzistuar gjua pellazgishte që gjua e sot me shqipe. Flisnin shqip dikur. Megjithatë, problemi me Greqinë, thash, unë nuk të rëmem, pra që kosa kemi është një Turqi e fortë. Nuk diskutohet fare. Si mund veproj Turqia në këtë rast, nëse Greqia mund krijoj provokimet atilla? Let fare, e detyroj që të armatosi ishujt që ka armatosur Greku, se ka një marrëveshje që mos armatosi të ishujt. E detyroj që të armatos ishujt. Dhe Turqia ka fare kolla, realisht me 1 orë luftë, 2 orë luftë e mbyll muhabetin grek. Sepse ka një ushtri shumë të fuqishme. Ka një ushtri shumë të fuqishme, zotëri. Ka një ushtri me ushtar trima, jo me ushtar që duan atë vaskën e banjos nga mbrapa. Po si mund të ndodhë kjo, se janë 2 vende anëtare të NATO-s? Se vërtet mendon se ka të vështirë, por nëse Greqia sulmon Shqipërinë, që është një vend antar i NATO-s, atëherë Turqia nuk e ka të drejtë që t'i thonë Greqia stop. Dalin shik. Zoti Islami, si mendoni, cila është arsyeja pse Greqia e rikthen sërish çështjen e varrezave të ushtarëve grek
të rënë në Shqipëri? Asnjëherë nuk do pushoj Greqia se kërkuari në Shqipëri. Asnjëherë. Asnjëherë mos ta heqin nga mendja shqiptarët se grekët nëse nuk u thyej mundët një herë mirë, vazhdimisht do kërkojnë. Ka mbaruar ajo punë, është politika e tyre e jashtme e tillë që nuk e ndryshojnë. Dhe ne armikun kryesor në Greqi nuk kemi qytetarin grek, kemi kishën greke, atë grop septike që po qel gjithë dynjan. Ata janë anëmikët tanë. Ata i kanë vrarë ata klerikët patriotë shqiptarë. I ka vrarë kisha. A rrezikon që në vendet ku mund gjenden eshtrat e ushtarëve grek, këto vende të rikthehen në pika pelegrinazhi për vetë grekët, të cilët mund t'i vizitojnë her pas here këto vende që ndodhen në Shqipëri? Dëgjoj zotëri. Se ti më hap një temë mua që më streson dhe më asaror jashmase. Kam vajtur me ish luftëtarin e UÇK-s me Çan Zotaj dhe me kryeplakun e Hormovës. Në zyrën e ish kryetarit të bashkisë të Pelenës, banditit Hajduti dhe Rrugaçi dhe Kastravesit Tërmet Peçi. Dhe i kam thënë, pse nuk lejon që të vendoset memoriali i të rënëve i martirëve të vrarë në 1914 nga andartët grek. Dhe më dregoj me gisht nga Gjirokastra, se ishim zyrën e tij, nuk më lën ata tha. Pra, grekët, po them, bëjnë në këtë Shqipëri, bëjnë çfarë u do qefi atyre se ne politikanët, s'kemi politikanë. Ne kemi një parlament të shitur, bastard, të pështirë, një grop septike që quhet parlament, këtë kemi neve, s'kemi parlament me burra. Si e shpjegoni deklaratën e ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias, i cili tha që origjinën e kam nga Himara? A është një pretendim ky indirekt për ta quajtur në një farë mënyrë Himarën greke? Jo, ata e quajnë zyrtarisht greke Himarën, ata bile e quajnë dhe Berisha greke Himarën, se s'ko lartë, çdo me ata, ai grek është tani, pavarësisht është 2-3 breza grek, sa është. Po ty ta quajnë Berisha. Zotëri, e quajnë Berisha Himarën greke. Ja këta janë politikanë shqiptarë. Se nuk ngrihet ai kërma 84 vjeç edhe të thotë ç'është kjo s'pun ku ana kanë ata këtu. Po ai u dha detin, ai u ka dhënë të tëra. Ai nuk u ndje. Ne Berisha na ka tradhtuar që kur mori pushtetin, por ne nuk e dinim. Unë mendova se duke qenë një nga aktivistët më të zgjelshëm dhe më të lëkundur në mediat greke, kur erdhi në Shqipëri shteti shqiptar, kishte marrë në Shqipëri kishte marrë politikën Sali Berisha, dhe mendova që do ta mbështeste qëndrimin tim në Greqi. Përkundrazi, ai kur vajta unë atje për kërkova që ta takoja me një nëpërmjet gazetares, asaj sekretares kisha atje, ta mos ma qasni këtu ata. Që kisha bërë, unë sa kisha nga emigrimi. Pra, zotëri, më dëgjoj me vëmendje ju dhe gjithë shqiptarët. Ne jemi të tradhtuar nga komunistët shqiptarë. Pik. Po, në këtë rast, është një nxitje kjo deklaratë që bën vetë ministri i mbrojtjes së Greqisë? Nxitje përse? Për çfarë? Po për shkëlqyer idenë që Himara është greke, për të dhënë ide të tilla. Ata nuk e kanë ide, ata e kanë qëndrim. E kanë qëndrim politik, juridik, moral, shtetëror, diplomatik. Ata e quajnë Himarën greke, sepse ua ka thënë vetë politika shqiptare. Të kanë dalë 5 ashtu himariot ati që thonë jemi greke, dhe ata thonë, edhe ai thotë është pjesë e Greqisë, dhe do ta mbrojmë neve se është minoriteti jon, kemi të drejtat tona. Dëgjoj zotëri. Në Shqipëri është zbatuar pik për pik kërkesa serbe që ka për Kosovën. Për zajet Denicën dhe për ato asociacionet, në Shqipëri kanë bërë 2 asociacione greke politika shqiptare, parlamenti shqiptar. Në Livadja, në Dropull dhe në Pinik. 2 bashki greke. S'kishte bërë vaki.
me 10.000 banorë që janë gjithsej në të dy bashkitë së bashku, Edi Rama u dha të drejtën të bëjnë bashki ata. Dhe do vazhdojnë prap, duan tani që të heqin dhe bashkinë e Korispolit, me qëllim që të mos ketë gjëkundi shqiptar në atë, duhet të bëjnë pastrim etnik, e bën vetë pëllëksiras që për në parlament shqiptar zbras dhe përjashton dhe zbras mirë them elementin teritorit troje shqiptare i zbras nga shqiptarët etnik për të vendosur kolonët grek. Jemi të tradhtuar dhe unë nuk kam thënë shqiptarëve, ngriuni ta përmbysim këtë tradhti që po bëhet. A ka më burra po shqiptar? A ka më burra që dalën zotë këtij vendi? S'pas ka. Binden nga një klou cirku, nga një bandit, një bakalaro që quhet Edi Rama, edhe binden aty dhe shesin interesat kombëtare. Kanë marrë toka, troje, prona sa duash, edhe këtë bëj. Zoti Islami, a mendoni se vizita e Nikos Dendias është e lidhur me marrëveshjen e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe a ka ardhur vetë në këtë vizitë për të bërë presion kundrejt qeverisë shqiptare në mënyrë që ta përshpejtojë procesin e marrëveshjes mes dy vendeve për çështjen e detit? Ai këtu ka ardhur për t'i dhënë, për ta bërë de jure se de facto kanë bërë me kohë. Ka ardhur vetëm për ta deklaruar. Se këta i kanë dhënë me kohë. Ore këta nuk, këta po të thotë greku, na jepni gratë, u japën gratë këta. Të tillë politikanë kemi. Këta janë politikanët tanë, të pasip, të pa fytyrë. Se ai për atë vjen aty. Vjen ministri Luksës, më kanë trunko këta gazetarusët, se gazetarusët që merrni mua në progonat dhe hyrin në shpinë qytetari shqiptar pa leje, pa gjë, nga gardi komshiut dhe nuk erdhi mbi derësit gjithë njerëzit. Ja këta janë, ky është shqiptari shqiptar. Mos ka me gazetarët, se gazetarët bëjnë punën e tyre tani. Pse ti mund të shkosh për investigim në një familje të hysh nga gardi komshiut? Nuk e di rastin konkret, por e kam fjalën që gazetarët përgjithsisht bëjnë punën e tyre për ata të terrenit. Kështu e bëjnë detyrën e tyre që nuk dihet fare për këtë marrëveshje të pështira që po bën parlamenti dhe politika shqiptare. Kjo është detyra që bëjnë? Jo zotëri, jo. Atë detyrë bëj vetëm unë tani. Asnjë tjetër. Në këtë rast, a mendoni se po luhet diçka në tavolinë që shqiptarët nuk po e shohin dot? Shqiptarët nuk duan ta shohin se u themi se çfarë po luhet tavolinë. Deri tani u kam thënë unë disa herë. Edhe po i them dhe sot u thash dhe do ta them prapë. Gjithçka bëhet në tavolinë dhe gjithçka bëhet pa zhurmë, pa bujë. Dhe ne jemi të shitur. Na kanë shitur që doni mos tim. Zoti Islami, si mendoni, sa lidhje ka vizita e ambasadores amerikane në Greqi në mesnat ku takoi kryeministin Edi Rama me çështjen e detit dhe vetë vizitën e Nikos Dendias pak ditë më parë? Janë të lidhura në mënyrë të përkryer me njëra tjetrën. Ajo zonja që erdhi na tregoi që kishte dalë të bukur në orën 12 të natës me minifund dhe takon në mënyrën më të paskrupullt, jashtë çdo lloj protokolli takon Edi Ramën dhe putet e përqafohet me të, ajo vetëm ambasadore e Amerikës nuk mund të jetë. Pra që sa dim ne për Amerikën. Po ajo erdhi si një shërbëtore e paguar nga shovinistët grek për t'i dhënë ngjyrën amerikane poshtësisë dhe vjedhjes që duan t'i bëjnë terrenit dhe detit shqiptar. Pra të erdhi ajo. Ajo vetëm ambasadore e Amerikës nuk mund të jetë. Kështu që ajo erdhi për të takuar Edi Ramën, ndoshta edhe për të fjetur me Edi Ramën, se nuk e dim se ç'bën, sepse e pashkëqyruar kishte ardhur. Pra ishte vizitë zyrtare, ishte vizitë private dhe erdhi për të shitur për të marrë nga Edi Rama atë që kërkon lobi grek në Amerikë, i kryesuar nga Gazojani, miku i ngushtë i Sali Berishit që ka pritur 2 herë këtu në Shqipëri, Gazojani, ai Berisha, demokrati, ai patrioti, ai tradhtari më i pështir i interesave të kombit shqiptar. Pra, ajo zonja që vajti dhe takoi Edi Ramën, ajo thjesht erdhi të bëri pazari që të marrë një $6 miliard pasuri
në toksore, gaz dhe naftë në Shqipëria, ti marrë greku, jo amerikanët. Edhe për interesat grekëve. Zoti Islami, si mendoni pse Greqia e kërkon me nxitim kaq të madh ta mbyll një herë mirë çështjen e marrëveshjes së detit, pra delimitimit të kufirit detar mes dy vendeve? Nuk do ta bëj dot. Që luhet në këtë rast? Nuk do ta bëj dot, se nëpërmjet nesh kërkon tani që të justifikoj ato syrin që ka për kufirin me Turqinë. Dhe ata e din mirë që po e realizuan me Shqipërinë atë marrëveshje, me Turqinë pastaj kanë të zgjidhur problemin në ligjet ndërkombëtare. Prandaj them që sa të ketë Turqia ata do marrën nocrokun që japi Sali Berisha, aty mirë them Edi Ramës, dhe Sali Berisha, të dyve. Zotëri, ata duan që të marrin pjesën që kanë në kufi me Turqinë nëpërmjet marrëveshjes që duan të bëjmë me neve. Dhe në vjedhjes grabitjes që po na bëjnë neve. Po ne i marrin se ne jemi të vdekur të pamuluar edhe kaq. Në këtë rast, çfarë po ndodh sa i përket çështjes së Vorja e Pirit që e kanë ngritur grekët dhe duket se ka një reaktivizim të disa organizatave që shpalosin edhe flamurin e Vorja e Pirit në foto të ndryshme që dalin shpeshherë në rrjetet sociale? Kjo, çtoni ju, u organizua dhe u shfaq me urdhër dhe me pagesën dhe me investimin e vllahut që është kryetari i Bashkisë Fierit, i cili i dërgoi atje një grup nga Fieri me kostume kombëtare dhe me flamurin e 1914 të Vorja e Pirit. Pra, këtë bëjnë, të kanë bërë, dhe këtë do vazhdojnë të bëjnë, të rjetën, nëpërmjet tradhtarëve tanë, nëpërmjet kuqlingëve tanë, nëpërmjet banditëve tanë dhe qelbësitave që kanë marrë pushtet në Shqipëri. Në këtë rast, ju si e shikoni, ka një formulë për dal nga kjo lloj situate, nga mënyra se si Edi Rama e qeveris vendin dhe nga mënyra se si Ka një mënyrë. Ta përmbysim me forcë. Të pastrojmë Shqipërinë nga tradhtarët, nga qelbësirat, nga polliksirat që kanë uzurpuar pushtetin, se na kanë hyrë në qafë të ligjit, palacot. Këta nuk e kinë me vota, harroje. Këta e kinë vetëm me përmbysje. Këtë i tha Sali Berisha, se mendoja se ishte gjashtë opozitar para një 10 vjetës që ishte në Kamës. Dhe i thash ngrej popullin se ti e ke mundësi, i thash ti ngrësh njerëzit. Po tha, edhe në ana tjetër bën të gjitha marrëveshjet me Edi Ramën. Pra, kjo kast politike ikën vetëm me përmbysje. Çohuni shqiptar ti përmbysim, se po vjedhin pronat po shesin Shqipërinë. Merrni shembull nga Ariolli, nga burrat që janë ngritur atje dhe mbrojnë tokën e tyre. Merrni shembull, more të vdekur të pakallur. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Dhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.